Edhe pse është në kërkim nga policia i dyshuar si furnizuesi i grupeve kriminale të fushkrujes dhe nikles me armë zjarri, kjo nuk e ka penguar as pak Ylli Zallën, që banesën e tij ta kthej sërish në një bazë arsenali për armë të ndryshme dhe lëndë shpërthyese. Ndërkohë që është një nga personat më të kërkuar nga Blut, në nënhundën e policisë së fushkrujes, Ylli Zalla krijoi një tjetër bazë armatimesh, brenda të cilës policia gjeti 3 armë zjarri, 24 kallep tritoli, 11 granata, 9000 fishek dinamit, kanabis e të tjerë. Zalla u shpall në kërkim në muajin nëntor si një nga personat të dyshuar se ka furnizuar me armë zjarri autorit që ekzekutuan në Rinas, Gilmando Danin dhe Muçi Shaljanin. Gjatë kontrolleve të policisë vetëm përpara pak muajve, policia gjeti armë të shumta që i përkisnin pikërisht 49 vjeçarit. Sipas ekspertizës, armët u zbuluan se nuk kishin dalë nga banesa e Ylli Zallës, por megjithatë ai është në kërkim për gjithçka që u gjet në banesën e tij private. 49 vjeçari nuk është një emër i panjohur për policinë. 12 vite më parë u arrestua po për të njëjtën vepër penale, prodhim të bombave artizanale, si dhe i përfshirë në prodhim dhe shitje droge. Në atë kohë gjithashtu dyshohej për lidhje me grupin ISIS për rekrutime të shqiptarëve në grupe terroriste.